Falënderimet dhe adhurimet I takojnë Allahut Zotit Gjithësisë. Vetëm atë e falenderojmë, vetëm prej Atij e kërkojmë ndihmën dhe falenderojmë që na mundsoi të jemi bashkë edhe në këtë ditë xhumaje. Që do të jetë ditë e veçantë, ditë e shënuar, se Allahu xhelle xhelaluhu nga gjithë ditët e javës ka veçuar ditën e xumas, me shpërblim, me falje, me mëshirë, me mirësi, edhe me begati të shumta. Edhe është I hajrit, I lumtur, I shpëtuar ai I cili merr pjesë në ditën e xumas. Edhe inshallah Allahu s'do të na ndaj asnjë ditë. Allahu na drejtohet në Kur'anin e Madhërueshëm dhe thot: Ja eyyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O ju që keni besu, përgjigjuni therrjes në ditën e xumas. Kur tani gjoni ezanin dhe hesni, vraponi atje ku përmendet Zoti, atje ku njerëzit falen, atje ku njerëzit e adhurojnë Allahun xhelle xhelaluhu. Pra, sa bukur na ndalon Allahu xhelle xhelaluhu, thot, knej, jo nej. Ka është rruga e shejtanit, rruga e të këqenjve, rruga e harameve, rruga e imoralitetit, rruga e mashtrimeve, po thot nga krahu tjetër. Atje ku njerëzit mlidhen, thot, bashk e përkujtojnë Zotin, edhe thot shpërndahuni, shkoni mos I të marroj falja xumas, shkoni kërkojeni rrezikun e Zotit xhelle xhelaluhu. Wallahu khairur razikin. Ma I miri që ju furnizon dhe që jep rrezikun është Allahu, me shnetin, me mendjen, me të gjitha sendet e tjera. Vëllezër dashur besimtarë dhe besimtare, ne normalisht dje kemi hyrë në I han 3, quhet ndryshe hana e Muharremit. Edhe është një nga 4 hanë të shenjta, apo nga 4 muaj të shenjtë, që Allahu xhelle xhelaluhu I ka dalluar në Kur'anin e Madhërueshëm. Tham, ai ka dalluar ditë, ka dalluar orë, ka dalluar net, ka dalluar vite, shumë sende të tjera dhe nga ditët janë shumë që janë dalluar prej të Madhe Zot. Në adhurim, në shpërblim, në mirësi, në begati që nuk numërohen. Ai I Zoti me I marr shpërblimet derisa je I gjallë, derisa ke shëndetin dhe derisa je në jetën e kësaj bote. Pse po ndërpren pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ju që keni ndalu nga adhurimi dhe nuk po shkoni më për xhumë, për kohë namazësh, për gjitha këto, për agjërime. Çfarë pritni thot? A pritni vdekjen thot që I ve stop, s'ka më. Marrën ilaçet, marrën lekt, marrën gjitha, marrën e furnizimi, edhe s'ka asnjë gjë tjetër vetëm se ke banesa varrit. Atje me lekt të shte mos u mërzit o robi thonë. Punë s'ke mojme. Të shte të shohim që ke bon. Më lugëri. Pra ne është pak e çuditshme çështja sa jenë jetë në kësaj bote. Pra ne dhe shumë njerëz rrehen, s'na ka kërku kur të lugëri thotë. Po mirë është me shku, thot, s'ka në gjë. Kulturë është. Kulturë. Po ne s'na ka thonë gjë kush. Kish pëjes në karë, sepse kjo popull që do policë, do dajak. Gjithë jetën. S'na ka ardhë kush, thot. Sa të vëjë I moment ati, jam të ka ardhë, thot. E kishe xhamin aty. A I kishe hoxhën. Atër libri Zotit falës, thot, kish pëjë aty. Po. Çfarë desh ati? Vallai më ngatroi shejtani pra, se unë kënej. Ora ku e ke pa shejtanin? Kujt I ka dalë me dajak në dorë? Asnjëri. Edhe pra jemi në I muaj të ri. Dhe kur themi muaj I ri është muaj I veçantë, quhet ndryshe edhe muaj I ri I kalendarit hanor. Kur themi kalendarit hanor, është kalendari I hijretit, që për vazhdimin e kësaj feje, këtij Islami, për vazhdimin e kësaj historie të Islamit, pra fillon pikrisht me datën 1 Muharrem. Edhe është pikrisht ai viti që emigroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo u quajt dita apo fillimi I Islamit. Megjithëse Kur'ani zbritej në Mekë,
filloi të zbritet edhe në Medinë, ama kjo datë u marrë data e hijretit e udhëtimit nga Mekka në Medinë si data e vitit të ri honar për muslimanët, për besimtarët. Dhe megjithëherë filloi një kapitull i ri. Pra Islami filloi të marrë formë, të ndërtohej, atje u kriju shteti i parë Islam në Medinë, ku ajo baza kryesore ishte Zoti është një, Zoti din gjithçka, Zoti është pronari i gjithçkas, dhe me këtë drejtim hece, me këtë lloj kushtetute, e deri sa jemi sot në këtë xhami. Por ka qëllu me caktimin e Zotit Xhelel që në këtë muaj apo në ditën e 10 Muharremit, që quhet ndryshe dita e Ashuras, domethënë dita e 10. Ashura do të thotë 10. Dita e 10 ka ndodhur edhe disa gjëra të tjera të rëndësishme, edhe me pejgambert e Allahut ka ndodhur. Ne na duhet historie shumë, se mësojmë nga historia. Për shembull edhe ai gjyshi, nëse të ka mësuar diçka, thotë kështu kam vujt me ndërtu këtë shtëpi, me bleket tokë, me i vun këtë gjatë gjallë, edhe të tregon të ma i men ato. Se nëse ti nuk i din këto, atëherë ka mundësi që shtëpinë për 5 lekë ta qeshëm 3 ati. Ka thonë ai hershmi, tha, e ke ndërtu veti këto, po të ka ndërtu baba. Jo baba, tha, me këti ja merë kem kollaj, tha. E ka pa dirës. Ja ka thonë urdhë letrën që qoftë halal. E në më gjepë këj, pasha. Pa e hodhi i orë punë. Po kjo me rrezik. E jotja është, ta ka dërzot, qoftë halal, se ta ka pjesa, ama kujdes se ke pa hodhi djerës, në djerës e huj, a i tjetëri ka zbath. Edhe, shohin dështë historitë e këtyre pejgamberve të Zotit. Një nga ma interesantët është se Musa a.s. pikrisht në ditën e 10, që i takon si nesër i javë, datë 5, ditë e shtunë. Nesër i javë, datë 5, ditë e shtunë. Musa a.s. dije që ndiqi me gjithë popullin e tij prej faraonit, mbret i rrezikshëm, shkatrus, zullumqar, sa që kishte vendos në bazë të një ëndre që kishte pa, me çdo djalë që linte, sepse mendonte që do t'i marrë pushtetin. Edhe ku merre i vesh që gratë kanë lindi djalë, prej te i. Pra shpalli vetën Zot. Allahu Xhelel i diti, thotë edhe kjo ora kujdes. Jo. Shkoni, tha Musait a.s. me gjithë Harunin, shkoni, tha, thoni fjalë të mira, drau Zotë, tha. Kapi i përzumë, fute bjetën, davadër, Zotë jam vetë, tha. Çfarë Zotin flitni ju? Imagjinoni, ka dhe sot, që flasin me këtë lloj arrogancë. Lek, po, shtet, po, pasuri, po, punëtor, po, gjitha, po, jam Zotë, thot. Edhe filloj biles të ngrej shkollë, mos për e gjenë Zotin. Çka ta vras Zotin, edhe unë bëhem Zot në dynjë. Robi është shumë i keq. Shejtani se pranoi robin, me lek të pranon. Ama kur del nga besimi në Zot, robi është shumë i keq. Nuk ka rëndësi çfarë racë është. Është nga jugu, apo nga veriu, nga Evropa, nga Amerika.